Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të thotë i dashuri i zemrës tuaj në këtë moment ju? Pra çfarë do të thotë ai nga tërësia e shpirtit e zemrës për ju në këtë moment që ne po shikojmë këtë energji? Pra çfarë do të thotë? I dashur i zemrës tuaj do të thotë që të filloj një kapitull të ri duke lënë mbrapa një gjërat jo të mira që keni bërë, që keni pasur, dhe të hap një kapitull të ri, ta filloj çdo gjë nga zero. Krenar dhe gjithmonë i bindur me këmbë në tokë, sepse me këtë mbretëresh që jeni pak e mërzitur me këtë person, ai ka një pasion të fortë, ka një dashuri pafund. Dhe do të hypi këtij kali, pra do të thotë që do të hypi këtij kali dhe të vinë drejt teje. Ky luftëtar i shkopimeve tregon që ai do të vi drejt teje për të thënë këtë pasion, për të thënë këtë mesazh, për të shprehur këtë ndjenjë të fortë që ka për ty. Dhe shumë shpejt ky princ shkojnë të dalin mesazhet e dashurisë, pra mesazhi i fortë i dashurisë, ky princ me këtë mesazh, ky vjen drejt teje prapë me këtë mesazh, pra mendon gjithmonë mesazhe pozitive për të sjellë. Dhe pse ti sot je dyzuar te ky person, por taroja thot ishe këtë fash që ke te sy dhe foli intuitës tënde të brendshme, sepse ti me këtë person je pak e lënduar, por gjithçka do të ndryshojë. Taroja, sepse dhjeta e kupave më tregon që ju të dy dhe mbas një pauze që keni bërë, do të ndryshojë gjithçka në jetën tuaj, sepse perëndesha e bukurisë është një letër që personi juaj ju shikon si kjo perëndeshë e bukurisë me këtë dritën e universit në dorë. Ju shikon si një unipolar që perspektivat e jetës tia i ka të shkëlqyera me ju. Pra i shikon si ky yll që ndryshon jetën e tij në çdo aspekt, si kjo perandore në këtë karrocë e ndryshuar nga këto drita që ka në çakrën e kokës dhe në çakrën e kraharorit, drejt një perspektive fantastike të mrekullueshme të jetës tuaj. Me kë rezonon kjo energji e bukur, dashuria? Me kë shenjë? Me gaforen, me peshqit, me ujori, me binjakët, me shigjetarin, me luanin, me demin, me ujorin dhe me akrepin. Kurse me gërmat e alfabetit mund të rezonoj me gërmën A, me gërmën Q, një, D, Q, J, Y, H, V, M, R, L, G, E, B, L dhe gërmën D. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.